Nga kjo porosi, mësojmë se besimtari nuk duhet harruar ahiretin, po ashtu nuk duhet të i nënçmojë të tjerët. Prej Ebu Bekir, radiallahu anhu, transmetohet se pejgamberi a.s. ka thënë: O Ebu Bekr, kur të shohësh njerëzit duke bërë gara pas dynjas, ti kërko ahiretin dhe përmende Allahun. Pranë çdo guri dhe druri, Allahu do të përmend ty kur do të përmendesh atë. Mos nënçmo askënd prej muslimanëve, sepse atë musliman që ju e shihni e konsideroni pa vlerë, ai tek Allahu mund të jetë i vlefshëm.